طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri pasimi mirëfillt në sqarimin e shkaqeve diferenciale mes veprave të Sheh Ibrahim Ruhailit. Kemi arritur tek tema rreth preokupimit me farzet, wajibet apo nafilet, cilës i jepet përparësi. Kemi thonë që përparësi çdo herë i jepet wajibit para nafileve. Se tek Allahu afrohesh nëpërmjet wajibeve, s'afrohesh më njëherë nëpërmjet suneteve. Dhe shejtani mundohet që mas pari me t'i qitë sunetet para farzave. Para mëno për shembull ta natin fal namaz, namazin e sabahut se fal. Flan. Kush s'ki bo? Ma mirë hiç mos u fal natën, falë namazin e sabahut, sidomos në xhami me xhamat, edhe ç'kjo është më e vlefshme se sa këtë namazet që ke fal gjatë natës. Më thon përparësi duhet më dhon farzit, para sunetit apo para nafiles. Thot imamët verifikues nga fjalët e tyre të famshme ka qenë edhe kjo. Kush preokupohet me farzin para nafiles, nafile është vullnetar. Thot është i arsyetuar, ndërsa kush preokupohet me nafilet para farzit, thot ajo është mashtruar. E ka mashtruar shejtani. E ka mashtruar shejtani. Pse s'dole në xhamin sabah, valla pata një debat fetar deri kolla sabahit, e mëzoni gjumi. Që du bu debat fetar ti? Ka natën me bu debat fetar, me të hub namazin sabahit mëste. Më thonë, shejtani munohet me i përzi këto gjëra. Pastaj thot, ashtu si që kanë tërhequr vrejtën disa prej tyre se devijimi në këtë problematikë është nga kurthat e shejtanit. Imam Ibn Qayyim Ibn al-Jauzi ka dallim vllazni Ibn Qayyim al-Jauzia dhe Ibn al-Jauzi. Dy të ndryshëm janë. Ibn al-Qayyim al-Jauzia edhe Ibn al-Jauzi. Më thonë dy të ndryshëm, nuk janë të njëjtë. Thot çfarë pështjellimi i parë i shejtanit, thot, mas pari që të mashtron shejtani, është mi dhon përparësi adhurimit para dijes. Adhurimit para dijes, ibadetit para dijes. Dhe thot çfarë, ndërkohë që dija është më e mirë se nafilet. Më thonë, dija është më e mirë se nafilet, se dija të shtin mi bo këto dallime, mi ditë, cilo më e mira, cilo më e keqja. Ti bën ibadet ndoshta, atë shumë bën ibadet, je ibadetxhi shumë i madh. Mirë po, të vjen shejtani me një vezvese, dallashit për njëherë. Për atë arsye dhe shejtani nuk tutet ndaj 1000 adhuruesve në krahasim me një dietar. Më thonë, ndaj 1000 adhurues i ka përpara, nuk tutet, nëse nuk kanë dije. Një dietar me qenë në atë vend prej atij tutet. Sa ajo shpat. A i sqaron gjërat, i sqaron dyshimet, i sqaron bidatet, i sqaron çka janë synete, shirkun, tauhidin, gjitha këto gjëra, ndërsa ai i cili është adhurues nuk ka dije, një dyshim ja fut e çet pidinit. Dhe për atë arsye, adhuruesit duhet me ndjek dijen, duhet mu lidh me xhallar me dietar, sepse shejtani e manipulon, e nxjerr domethënë prej dinit njeriu. Ai gjithashtu ka thënë, vërtet iblisi, krye shejtani, thot ua pështjellon shumë adhuruesve, të cilët falin shumë namaznate. Pra mendoj ju bën vendet e sejdëve këtu në ball ju bën ju nxirrt, çaq shumë që bëjnë ibadet natën. Dhe thot çfarë? Madje disa prej tyre kalonin tër natën në adhurim dhe gëzoheshin për këtë adhurim. Edhe thot me namazin e natës dhe të duhas, më shumë se me kryerjen e obligimeve. Më shumë jepnin rëndësi nafiles se sa obligimeve. Pastaj flinin pak para sabahut, para mënati tash prej 12 dhe 11 deri në 3 po bën ibadet 4 orë. Po lexon Kur'an, po bën ibadet. Edhe pak para se marr sabahi, çat herë të kap gjumi. A ki po, pak para sabahit kap gjumi. Ha se po flenja 10 minuta, e hupish sabahin. Hup sabaj, hup namazin me xhamat, çka ki bote? Farzin e ki hup. Farzin e ki hup përballë, do thot nafiles.
thot ose ngriheshin dhe përgatiteshin për të, por e humbnin, domethënë humbisnin namazin me xhamat ose ngriheshin me përtaci dhe nuk mund të siguronin fitimin e riskut për familjen e tyre. Ta natën rrin dhe në mëngjes, domethënë nuk e fal namazin e sabat, as nuk punojnë, edhe vazhdo, domethënë shejtani manipulon me ta. Ndërsa lidhur me pështjellimin që i ka bërë Iblisi agjëruesve, tha Iblisi u pështjelloi disa njerëz duke u zbukuruar agjërimin e vazhdueshëm, tankohen. Nëse agjëron ti vazhdueshëm, ti e ku kundërshtu sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ma e tepërta që ti mundesh me bë, është sikur agjërimi i Davudit alayhis salam. Një ditë po, një ditë jo. Në vazhdimsi jo. Nëse nuk e ke agjëru farzin, ke qenë smut, normalisht i kimi agjëru ato çdo ditë. Mirë, po nëse në vazhdimsi ti agjëron, me ditë të tëra, hiç pa ndërprej, ti lodhesh. Gruaja jote ka hak mbi ty, familja jote ka hak mbi ty, trupi yt ka hak mbi ty. Ki mu përgjesh tek Allah subhanahu wa taala. Dhe nëse në vazhdimsi ti agjëron, ti ki mu dobësu Allah. Ki me hub fuqin. Për atë arsye një muaj është obligative agjërimi gjatë 12 muajve. Dhe jo në vazhdimsi çka? Hone tejte, 3 ditë e bardha. Po je i fuqishëm, atëherë një ditë po, një ditë jo. Ma shumë jo. Mos shko ma shumë, sepse e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo rastis të jetë detyrë mbi çdo individ, kësaj është shfrytëzimi i kohës ose i pjesës më të madhe të saj në thirrje ose urdhrimin për të mirë, ndalimin nga e keqja, ose agjërimi i shumt, ose qëndrimi i gjatë në xhami, të cilët e dëmtojnë e humbasin të drejta ndaj prindërve, gruas, fëmijëve, krejt. Fatkeqësisht kjo po ndodhet tek ne, për shembull, na më shumë i japim rëndësi vllaznive se grave tona. Me bëmë na thonë një vëlla, hajde po dalim, doli shiq pa probleme, ki qef me dal. Me thonë gruaja, hajde po dalim pa qitëm bre burr. Hajde rri në shtëpi se mirë je çto. Si japim hak gruas e as fëmijëve. Ndërsa pejgamberi sa çfarë ka thonë? Edhe gruaja ka hak ndaj teje. Edhe gruaja ka hak ndaj teje. Po ashtu thot, dallimin mes veprave nga aspekti i njëjtit dhe fuqisë së sinqeritetit. Sinqeriteti në vepra është shtylla kryesore për veprën e mirë. Po dashte me bë veprën e mirë, e ki bë sipas sunetit, sinqeritetin duhet me pas. Po se po të sinqeritetin, nuk të pranohet Allahu, ihlas duhet me pas. Sinqeritet tek Allahu azza wa jall. Thot, ajo është bazë mbi të cilën ndërtohet saktësia e punës dhe çfarë? Pasimi i sunetit në këtë vepër. Dhe më thonë, wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Dhe nuk jemi të urdhruar përveç se wa ma umiru illa li ya'budu Allaha, ta adhurojmë Allahun përveç se me një sinqeritet të plot. Përveç se me një sinqeritet të plot. Kjo është sinqeriteti e para. E dyta, duhet ta kemi sipas rrugës të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kushdo që shpik diçka në çështjen tonë, ajo është e refuzuar. Domethënë, e para ke sinqeriteti, e dyta ke çfarë? Sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shpesh e përmendi, shembull jap, një person, një sufi, shkon te varri edhe lutet. Atë është i sinqert. Por se ky nuk i ka sipas rrugës profetike. Nuk pranohet tek Allah. Ky është i sinqert. Po bën dua, sinqerisht, prej zemrës. Po nuk ja ka qillu në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ky tjetri falet sipas sunetit, po falet me këshyr tjerët. Ky e ka rrugën sipas sunetit, formën, po sinqeritetin se ka, sepse e ka bashku me të tjerët dhe nuk i pranohet. Domethënë, dy kushte janë për me pranu veprën. Pastaj varësisht nga sinqeriteti, shkolla e sinqeritetit sa është, që ki shpërblimin. Sepse shpërblimet janë nga 10 deri në 700. Nga 10 deri në 700. Nuk është një me një. Po edhe 1 euro Allah zë vëgjallë të shpërblen. Jo, nga 10 euro deri në 700. Po flasim për vepra, po kjo hynë edhe tek paratë. Më thonë, e ki shpërblimin varësisht pastaj nga rrethonat dhe sinqeriteti. Dhe thot Allah subhanahu wa taala suratul Kaf, e kush shpreson thot tek Zoti i tij, takimin me Zotin e tij. Thot, le të punoj punë të mira. Kush shpreson, kush ka ymit me taku Allahun, le të bën vepra të mira
Dhe këto që to vepra të mira kur ti bën, mos t'ia shoqëroj Allahut subhanahu wa taala diçka tjetër. Pe jap që edhe tjetri le të më sheh. Apo e dhash ta qes në Facebook që e dhash. Çka o kjo? E hub sinqeritetin. Po a lejohet në herë me kallëzu? Po, për me nxit tjetrin. Po dietarët e kanë komentuar, kanë thonë, në farze lejohet me tregu. Për shembull zakatin kur ta jep, s'është farz obligim. Këto i nxitish njerëzit. Ama në file, kur t'je vullnetare, mundo me mshif. Mirë po ka jetë kur thot ata japin edhe haptas edhe fshektas. Ka raste për shembull që kërkush s'po qet, ti i parit, ta pianisi thosh, çka ç'po qes unë. Që ky bëhet sebet për të tjerët. Këtë rast kjo është e pëlqyeshme. Po flasim në rregullin e përgjithshëm, më mirë është fshektas mi bë gjërat. Dhe thot çfarë? Thot le të punoj punë të mira e në adhurimin ndaj Zotit ti, të mos i shoqëroj askënd. E hadithi tjetër që thot me dhon dora e djathtë, mos me pa dora e majt. Aq më koni sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Imam Ibn Kathiri, komentuesi Kur'anit, thot e kush shpreson takimin me Zotin e tij, e komenton dhe thot, domethën shpërblimin e tij të mirë le të punoj punë të mira që janë përputhje me shariatin, edhe thot në adhurimin ndaj Zotit të tij mos i shoshoj askënd, është ajo punë përmes së cilet kërkohet vetëm fytyra e Allahut dhe jo dikush tjetër. Nëse je të dhon ders për shembull, gjatë dersit, edhe pe incizon dersin, edhe po emocionohesh, edhe pianisish me kajt. Normal është, ndodh në herë njeriu, edhe hoxha, edhe sen, s'mund mi majt emocionet edhe kalm. Pse pëqesish në Facebook me vëlla? I kum po në disa hoxhallara, e ki vrejt. Tash unë s'po gjykoj te hoxhallarët, se ka mundësi dikush tjetër e incizon e qet. Ama nëse vet është mundet me ndiku te ata, te ekipa që ja bëjnë videot, le ta hek qatë pjesë. Sinceriteti është më i mirë. Ka pas raste disa prej selefit, kur kanë kajt, ka marrë vesh që dikush e ka po që ka kajt. A di që ju ka thonë, gripi smundje e madhe, smundje e keqe. Tu dosh një hek, dhe më thonë. Tjetëri ka thonë, qëre më po e kërkujt më si kallëza. Tjetëri ka kajt 20 vjetë gruja se ka ditë që ka kajt. Pse cili pe besimtarve në heri ka pështu loti për Allahun. Është normale. Mos të sheh as gruja, as fëmija, as kërkush. Bëne veç për Allahun. Bëne për Allahun do shta hishin qatë kategorin e 7 grupeve të njerëzve që kur më shilesh në vetëmija, apo kur je, veçëm kur ta përmend Allahun subhanahu wa taala, të rjadhin lotët. Bënu prej tyre për mos shojnë tjertë. Kjo është seni ma i mirë. Po nëse eventualisht ndodh se në herë emocionet të kapin, nuk mundesh me kontrollu emocionet. Bovaki ki 100 vet, 200 vet, 50 vet, 20 vet, 10 vet, ku e diun sa vet i ki, s'mundesh me kontrollu emocionet. Është normale në herë të rrjedhin lotët, s'ki çka bën. Ama sa të mundesh, nale vetin vetëm me rujt sinqeritetin, që me pas vetëm për hir të Allahut, që mos mi lënë hapësirë shejtanit me të manipulu. Në këtë kapitull është përmbledhur shtylla e sinqeritetit, siç tham, dhe të gjitha veprat diferenciale mes tyre. Tekstet e shariatit dhe thënjet e dietarëve kanë dëshmuar për diferencimin e veprave në këtë aspekt. Thot Allah subhanahu wa taala, për t'ju sprovuar se cili prej jush është më vepër mirë. Dhe ju ka kriju Allah subhanahu wa taala për m'ju sprovu cili jo ma vepër të mirë, ban ma vepër të mira. Suratul Mulk ajeti 2. Fudhali ibn Iyad, rahimahullahu taala, në komentimin më vepër mirë të ajetit, thot më e sinqerta dhe më e sakta. Më e sinqerta dhe më e sakta. Nëse vepra është e sinqert, jo e sakt, është e sinqert, po s'është e sakt, sipas rrugës pejgamberit alayhis salam, është e sinqert, kanë. Mirë po, nuk është sipas rrugës që e ka bo Muhamedi alayhis salam, nuk pranohet. E nëse është e sakt, thot, po jo e sinqert, prap s'pranohet. Qysh e tham, apo? Dhe thot, nuk pranohet derisa të jetë e sinqert me zemër, që mos m'ia bashku edhe tjetrin përveç Allahut, dhe është e sakt, atëherë të pranohet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, shembulli pasurisë atyre që japin rrugt të Allahut është shembulli i një kokre që mbin 7 kallinje, 7. Në secilin kalli ka 100 kokra, 700. Në secilin kalli ka 700, do më thonë ka 100 kokra. 100 herë 7,
700, apo Allahu ja shumë fishon ati që dëshiron. Allah është bujar i madh dhe i di qëllimet. Këtë kemi pas rastin me kuptu, me vret në erë të vetët tona, nëse kemi dhunë në erë, Allahu subhanahu wa ta'ala me ka shtu. Edhe subhanallah, a ki vret, kur t'jep, ti ma shumë gëzosh se sa ati, ai që po e merë. Knoqesh ti ma shumë, kur ta gëzon dikonin, se sa ai vetë që po merë piteje. Shpirti është asisoj, subhanallah. Shpirti është asisoj. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala thot, kush jep, pejgamberi sa thot, kush jep, i jipët. Dhe ty, edhe po të shtohet pasunia në këtë botë, po edhe në botën tjetër pe ki shpërblimin. Të dyanë, subhanallah. Ndërsa kafiri nëse jep në këtë botë, Allahu subhanahu wa ta'ala ja shton pasuni veç këtë botë. Botën tjetër nuk ka kurrë, sa si beson. Po Allah nuk është i padrejt ja shton në këtë botë. Humanistat, këngëtarët, futbollistat, a i ndihmojnë të varfërve për shembull të qafira që janë, po i ndihmojnë. Allahu ja ushton pasuninë në këtë botë. Ndoshta dhe i mbron prej fesateve të ndryshme, apo shkaku që po jep, domethënë pasuri apo humanizëm, por se në botën tjetër s'ka asgjë. Sa si beson se se bën për Allah. Ai bën për humanizëm, apo po prap Allah subhanahu wa ta'ala ja ushton pasuninë këtë botë. Disa komentues të Kuranit kanë përmendur se shumë fishimi i përmendur vjen këtu sipas forcës së sinqeritetit. Do të më koni sinqert. Thot për këtë dëshmon ajo çfarë është special nga Buhariu dhe Muslimi, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sa ka thënë, kur ndonjëri prej jush e përmirëson islamin e tij, për çdo të mirë që ai bën, i shkruhet atij e shumë fishuar 10 herë deri në 700 herë. 10 deri në 700. E thot për çdo të keq që ai që bën, i shkruhet vetëm një. Allahu akbar. Vetëm një. E bën një vepër të mirë, një të keqe, që ky nishi po shtohet 10 deri në 700, ky nishi veç po tërhen një. A ta lypim drejtsinë e Allahut? Ja, s'pe lypim drejtsinë e Allahut. Se me drejtësi na bim të poshtë. Apo? Po lypim mëshirën e Allahut. Drejtësia, çka është ajo drejtësia që thuhet drejtësi? Një për një, u kry puna. Jo, na e lypim mëshirën e Allahut. Ja Rab, na mëshiro me na çon në xhennet. Jo me drejtsinë tonë, me mëshirën tonë, se me drejtsinë tonë na mfund pusit bim. Çdo ditë gjuna bëjmë. Çdo ditë synin haram, veshin haram, goja në haram, dora në haram. Çdo ditë. Po Allah subhanahu wa taala na fal, është i mëshirshëm. Pastaj thot Ibn Rejepi në komentimin e kësaj ka thënë, shumë fishimi i sëmirës me 10 fish ndodh me dojmës, ndërsa shtimi mbi këtë vjen sipas përmirësimit të islamit, sinqeritetit në jetë, nevojës dhe vlerës së asaj pune. Unë e jepsha një shembull, për shembull, sot e lexova një postim, e lexova $500 apo po $500 një thesmill në Gaza qëtash. $500. Ti nëse e jep sot me 10 euro që tu që është, 8 euro, 10 euro, është një thesmill. Nëse e qënë qëto në Gaza, në Palestinë. A ka dallim që ky joti, kur ti e jep, kur je, ose që ma mirë po e krahasojmë luftën, në kohën e luftës, te na ka qenë lufta për shembull. Edhe nuk ka pas mill, ti ke pas disa thesmill. Dhe në qatë momenti gjatë luftës për ndonë qatë mill. Dhe sot e ndonë të një i varfër, që nuk jemi në luftë. Cili ka është problemin? Ma shumë që ajo në luftë. E njëjtë është, një thasmill atërë, një thesmill sot, por se rrethonat jo nësisoj, që në të kohë Allah subhanahu wa taala ndoshta dejnë 700 të shpërblen. E sot ndoshta 10 shpërblen. Varsisht nga rrethonat, të rritet edhe shpërblimi. Ai në Gaza që është sot, nëse një thesmilja e vllot vetë, e ka shpërblimin shumë më të madh tash ai, se sa unë një të varfër një të mja dhon një thesmil. Thesi është i njëjtë, ai thes ky thes. Po tek Allahu shpërblimet janë më të mëdha. Pastaj thot Allah i lartësuar ka thonë, nëse lëmoshat i jepni haptazi, ajo është e mirë. Shiko, edhe haptazi pe e lejon, Allah azza wa jall. Ajo është e mirë, thot. Mirë po thot, nëse u jepni të varfërve fshektazi, ajo është hala më mirë për ju.
Për shembull me rujt fytyrën e të varfërve. Apo se vëllai mi ekspozu pak probleme, subhanallah. Po një në keq. Unë e kuptoj disa organizata që këto i bëjnë shkaku që të tjerët me pa. Edhe një me peka efektin e vetë. Për shembull dikush kur del, kur të rrjedhin lotët që i bëjnë disa organizata shtëpia që u bëjnë e di unë e kuptoj ato. Dhe që shumë ma hajrit kish më konë që mja umshel pak ftyrat. Mja rujt ati margjën, subhanallah. Fëmijëve, e di unë, sepse bullizohen në këtë kohë. Në shkolla, që ke i varfër e ke. Gjithmonë e njën vetin si të ullt, apo para të tjerëve. Ibn Kathiri, rahimullahu ta'ala, në komentimin e tij thotë, në të ka argument se dhënia e lëmoshës fshehurazi është më e mirë se sa dhënia haptazi, sepse ajo është më larg hipokrizisë. Nëse je fshehtas, shejtani s'mund me të bëjë vëzëse. S'ka ç'është të bën. Nëse jep që tjerët më konë prezent, shejtani çdo herë ka me thonë, që ai po thot ti po jep. Edhe ka me ta përzin jetën. Apo edhe pse ti duhet me luftu. Në kësi raste vllazni, nëse nuk ki mundësi përveç se haptazi me dhon, vjen shejtani dhe thot mos e jep këtu se kanë me thonë këtë që ti e tu e dhon që këtë me të thonë që ky po jep. Jo, le, mos e jep. Mos e ngo shejtani, jep. Sepse ai po munohet që mos me dhon ti. Edhe po vjen me një derë që me ta mshel hajrin. Kishe në aspektin e këshillës. Kishe unë po ta du të këshillën, po du me të këshillu, që ka talë si jetu e boti për Allah, që shpo jep të në mesin e kretve. Ka dole, ku dolish për jashtë ta hub më kretaj. Se jepe, në qatë moment jepe. Nëse djenë shejtani, jepe mbyllja derën, dhe më thonë shejtanit, alehi lane. Po ashtu, Muhamedi a.s. ka thonë me një hadith, thot 7 grupe njerëzish i fut Allahun në hijen e tij, ditën kur nuk ka hije tjetër përveç asaj hije, dhe çka përmend, dhe thot një njeri i cili ka dhënë lëmosh fshehurazi, dora e majtë e tij nuk e ka pa dorën e djathtë. Aq fshehtë ka dhënë. Aq fshehtë ka dhënë. Ebul Abbas el-Kurtubiu në komentin e tij thot, ajo është lëmosha vullnetare sipas thënies Ibn Abbasit dhe shumicës së dietarëve, dhe kjo është nxitje për sinqeritet. Po ashtu Imam Neveviu ka thënë, në këtë hadith tregohet se vlera e dhënies së lëmoshës fshehurazi, dietarët kanë thënë kjo është sa i përket lëmoshës vullnetare. Çish tash? Vullnetare nafile nëse jep, fshehta se jep, ndërsa farzën, zakatin lejohet me dhon haptazi, lejohet të dyjat, po për minxit të tjerët që me dhon farzën, apo se e ki obligim. Pastaj thot për Hasan el-Basriun kanë thënë se ishte ai që e mësonte Kur'anin përmendsh, gjersa fqinji i tij nuk e dinte. Mësonte përmendsh, por nuk e dinte. Dhe thot ishte burri që kishte mësuar shumë nga feja Allahut, e njerëzit nuk e dinin. Ishte burri që falte gjatë namaz në shtëpinë e tij, e mysafirët nuk e hetonin. Thot vërtet, ne kemi takuar njerëz të cilët mbi sipërfaqen edhe u të bënin në fshehtësi punë të mira e haptazi asnjëherë. Nuk po du mi gjuku, se ka dhe ajete kuranore ku thotë të mirat e Zotit tuaj tregoni. Mi po është mirë më rujt. A di që ka hoxhallar, një hoxhallar që janë hafiza dhe nuk i njohin që janë hafiza. Hoxhallar janë hafiza, por nuk i din që janë hafiza. Nuk e bëjmë bujt madhe me dalë nëpër internet, që bëjnë ato takimet për shembull që i mbledhin këtë hoxhallare sen sot e kryti, domethënë hafiz djali jam u bo hafiz se në ikni. Nuk po thonë që ndalohet, po më mirë është më rujt. Më mirë është më rujt, me rujt sinceritetin në Allah subhanahu wa taala. El-Amesh thot, ka thënë njëherë Hudhejfe, qau në namaz, e kur mbaroj së faluri, e ktheu kokën edhe pa njoni që e ka pa. Tu fal namaz ka kajt. E ka pa tjetrin që e pa tu kajt. Atër qëfar i tha, pa prit mas. E pa një bura, atër i tha, mos si trego kërkujt. As kujt mos si trego. Ta shën klapo, më dhe s'ta bëj halal, me bë mi kalëzu dikuj tjetër. Qështu bibjera, po. Pastaj thot Muhammed ibn Wasi ka thënë, ishte burri që çante 20 vjet e gruaja e tij nuk e dinte. Gruaja tankon është me burrin e vet, subhanallah. Në shtëpi, në dhomë, dhe nuk e ka vret që ka kajt për Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu prej gjërave që tregojnë rreth diferencave ndërmjet veprave me sinqeritet dhe niyetin e pastër është se vepruesi nëse ka për qëllim të mirën, pastaj nuk mund ta kryej, ose plotësimin e saj për shkak të vdekjes apo diçka tjetër, shpërblimi shkruhet. Nëse ke pas për qëllim me bo,
Je nis për me bo, Allah subhanahu wa taala po ta shkon sikur me bo. Edhe nëse nuk e ki bo, sepse qëllimin e ki pas me bo. Sikur që shka thonë Muhamedi a.s. I vrari dhe vrasës janë në xhenem. Qysh mëri i vrari dhe vrasës janë në xhenem? Që ky që e ka vro këto, mirë, që ky po në xhenem. Po ky që ju vro, qysh tash në xhenem? Po dhe ky ka pas një jetë me vro ata. Të dytë kanë pas një tjetër me vro. Po hadithi tjetër pastaj thot Allahu azza wa jall qeshet me dy persona. Një person që e vret këta, i bën padrejtësi këtij, padrejtësisht e vret këta, ky shkon në xhenet, ky tash vrasësi pendohet tek Allahu dhe ky shkon në xhenet. Dhe qesh Allah me këta dy persona. Por se janë të ndryshëm, apo. Pastaj thot Allahu azza wa jall kush del prej shtëpisë emigrues, si emigrues tek Allahu dhe i dërguari i tij dhe zë vdekja shpërblimi i tij është tek Allahu. Afshe? Nëse Suratul Nisa ajetin 100, nëse don me bo hijret dhe gjatë bërjes hijretit për Allah pe bon, thot zë vdekja, atëherë thot e ki shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala, sepse ki pas një jetin, edhe pse s'ke mritë vendi i hijretit. Ibn Kathiri thot, domethënë kush del prej shtëpisë së tij në jetën e emigrimit dhe vdes gjatë udhëtimit tek Allahu ka shpërblimin e atij që emigron, dhe po ashtu në kuptimin e këtij ajeti është edhe ajo që është përcjell nga Buhariu kur thot, vërtet pas nesh në Medinë janë disa njerëz të cilët i ka penguar arsyeja që të jenë me ne, nuk kalojnë në ndonjë shtek ose lugin e ata të mos janë me ne me shpërblim. Kan pas shef me luftu në xhihad se bilillah, po s'kan mujt ka qenë të lodhur, të raskapitur, të smut, tek Allahu janë sikur që kanë qenë xhihad. Sepse kanë pas një jetin me shku, po nuk kanë mujt. Ibn Battal thot, ky hadith tregon se çdo që e pengon arsyeja nga kryera veprave të mira dhe ka një jetë, ati i shkruhet të shpërblimi, dhe thot Allah i përshkruan ata me sy të përlotur dhe pikëllim të zemra për shkak se mbeten para pejgamberit, prapa pejgamberit alayhis salatu wassalam, deri në takimin e radhës me dallimet mes veprave nga aspekti pasimit të drejtë në to. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.